Kërkoj mbështetjen tuaj për kandidaturën e zotit Konjusa, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë Kushtrim. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës gjatë gjithë përpjekjeve të saj për të gjetur konsensusin e munguar, ka vepruar qartë dhe me përgjegjësi të plotë. E dini që ne kemi hequr vijat e kuqe pikërisht për të mos u bllokuar procesin e zgjedhjes së presidentit. E dini që Partia Demokratike e Kosovës, konkretisht kryetari i saj, ka marrë pjesë në takime me zotin Kurti, pa kushte dhe pa kalkulime të ngushta partijake. Pra ne kemi qenë të gatshëm të mbështesim një kandidat konsensual i cili garanton unitet, i cili garanton edhe stabilitet. Ju e dini që kemi qenë të hapur në rastin kur është diskutuar specifikisht kandidatura nga familja Jashari si simbol i unitetit kombëtar dhe kemi deklaruar mbështetjen e 22 deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës për një emër nga familja Jashari. Ky konsensus i munguar që është pas së fundit, e dini që ka derivu me një propozim që të kemi një propozim nga Partia Demokratike e Kosovës, sepse e dini që ishte pamundur të gjendej një konsensus për një figurë unifikuese. Pikërisht ne kemi kërkuar në mënyrë që të mos shndrohemi si mekanizëm bllokues, por të jemi mekanizëm balancues i demokracisë në rrethonat e krijuara në vend. Pra, së fundi situata ka ardhur deri tek përfundimi i afateve. Dini që afati kushtetues përfundon nesër me 5 mars, pra Partia Demokratike e Kosovës e sheh si një proces të jashtëzakonshëm zgjedhjen e presidentit për t'i hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja, për cilën po e them që kemi pas angazhim. Por dua të them që zgjedhja e presidentit nuk është test për opozitën, është detyrim dhe obligim kushtetues.